Paradoksi në zgjedhjet e pjesëshme lokale për Tiranën do të jetë cili mund të jetë i vërtet në fushat, aktori Florian Binaj apo politikani Edvin Rama. Aktorët në skenë janë të vërtet, në një kuptim teorik shumë studiues të teatrit, kanë trajtuar idenë se aktori në skenë duhet të jetë sa më i vërtet, të sjellë një emocion të sinqert dhe një përjetim të ndjerë për ta bërë veprimin e tij bindës. Sipas Stanislavskit, aktori nuk duhet vetëm të shtiret, por të besojë në atë që bën në skenë, kështu që për aq kohë sa është në skenë ai nuk shtiret, por jeton realisht një version tjetër të vetes në një rrethant të imagjinuar. Pra, në një mënyrë paradoksale, në skenë ndodh një e vërtet emocionale më e pastër se sa ajo që ndodh në jetën e përditshme. Aktori jeton me këtë zakon dhe ka të vështirë ta ndajë skenën nga jeta e përditshme, ndërsa ne që nuk jemi aktor në profesion, në rastin ton Rama, në jetë aktor gjithkohës. Një nga teoritë më të njohura është ajo e Erving Goffman, një sociolog që në librin e tij The Presentation of Self in Everyday Life, 1956, argumenton se ne të gjithë luajmë role në jetën e përditshme. Ai thotë, jeta është si një skenë, dhe ne jemi aktorë që interpretojmë role të ndryshme në varësi të rrethanave, në punë, në familje, me miqt e të tjerë. Në këtë këndvështrim, identiteti ynë është një ndërtim social dhe ne nuk jemi kurrë 100% vetvetja. Gjithmonë jemi duke përshtatur sjelljen tonë sipas publikut që kemi përpara. Pra, në një mënyrë paradoksale, në skenë ndodh një e vërtet emocionale më e pastër se sa ajo që ndodh në jetën e përditshme. Të shohim cilin do të pëlqejë publiku i kryeqytetit, shfaqjen e politikanit aktor që është Rama, i cili si të gjithë ne vetëm aktron, apo aktorin politikan Florianin, që i duket fushata si skenë dhe të paktën mund të jetë i vërtet në rolin e tij.